إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adurohet pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla nuk shikon vetëm trupat tona, po Allahu shikon zemrat tona. Andaj armiku më i madh i besimtarit është ai i cili nuk është ai i cili ja dëmton trupin atij, por është ai i cili ja synon, ja rrezikon dhe ja dëmton zemrën atij. Andaj nga gjanat që e rrezikojnë fuqishëm dhe dëmtojnë fuqishëm zemrën e besimtarit është muzika, mëkat që fatkeqësisht një pjesë e madhe e njerëzve e kanë pamundshme me paramendu ditën pa të. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka lajmëruar në hadith dhe ka thonë që kanë më ardhur njerëz të cilët jo vetëm se kanë me e vepru këtë mëkat, po dhe kanë me llogarit dhe kanë me konsideru si të lejume. Andaj ka thonë hadithin ku është në Bukhari: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Kam ardhur një kohë në umetin tem ku disa njerëz kanë me bë halal zinon, mëndafshin, alkoholin dhe veglat muzikore. Por vërejnë o vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith po e përmend termin yastahillun, e llogarisin si të lejume, e llogarisin si halal. Pra jo vetëm se e veprojnë atë mëkat, po edhe e llogarisin si halal dhe të lejume, dhe kjo është edhe më e rrezikshme se sa vetë mëkati. Momentin që ti mëkatin mundohesh ta zbukurosh, ta arsyetosh, ta normalizosh, kjo është edhe më keq. Po vëllezër, ka mundsi njeriu me ran mëkat në gjuna mes tij dhe Allahu më shpresa shumë e madhe mu kthi me pendim. Ama shumë e rrezikshme atëherë kur gjunahun që e ban mundohet ta publikon atë, ta shpërndon atë. E kjo është ajo të cila ka ardhur në hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati muafa illa al-mujahirin. Çdo kujt nga ummeti tem, nga ummeti jam ka më afal Allahu atij, përveç atij i cili e ban mëkatin dhe e shfaq atë, e publikon atë. Andaj ki kujdes, mos bën mëkat. Ki kujdes mos e publiko mëkatin. Ki kujdes mos e shpërndaj mëkatin, mos e reklamo mëkatin. Ki kujdes mos u ban shkak që dikush të largohet nga Allahu përmes teje. Ruje veten tonë, familjen tonë, rrethin tonë nga mëkati. O vëllezër, Allahu Azza wa Jalla është më i mëshirshëm ndaj neve se sa vetë ne ndaj vetët tonë. Andaj kur do që Allahu na ka ndaluar nga ndonjë mëkat, nuk na ka ndaluar nga ai mëkat që më na privu neve nga kënaqësia që e sjell, eventuale që e sjell ai mëkat, po na ka privu nga dëmi që e sjell ai mëkat. Nëse Allah na ka bë haram neve muzikën, për çka na ka bë neve haram? Për arsye se ta prish zemrën tonë, ta dobson imanin tanë, ta marr kohën tonë, ta zbet dashurinë e Kur'anit zemrën tonë, të privon nga ëmbëlsia e adhurimit. Për këtë arsye ta ka ndaluar Allahu. A mo dije shumë mirë që këtë fe tonë, kur do që ndalohet një mëkat, jemi të urdhnuar që atë mëkat me zaventsu me diçka të mirë. Jo vesh mu largu nga mëkati, po me zaventsu me diçka të mirë. Nëse zemrën tonë ka sprovu Allahu me këtë mëkat dhe ti tash vendos prej këtij momenti me braktis, mos e le bosh atë zemër, po mushe me diçka që është e hajrit dhe e mirë.
Moshe me fjalën e Allahut, momentin që e ke largu fjalën e shejtanit, zonin e shejtanit. Moshe me fjalën e Allahut, me dhikrin, përmendjen e Allahut, me ndonjë ligjërat dobishme, me ndonjë fjalë të mirë, me ndonjë lexim të mirë, me ndonjë shoqëri të mirë, punë të mirë e kështu me radhë. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu azza wa jalla na fal, na mëshiron. Dhe nga mëkatet na largon dhe ato mëkatet na jevëzaventson me gjanat që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.